Ibrahimaj dhe Ymeri financojnë me grante njerëzit pranë qeverisë. Të rinjt, profesionistët dhe sipërmarrësit që duan të ndërtojnë karrierën e tyre në Shqipëri nuk largohen sepse nuk e duan vendin. Ata largohen sepse përballen çdo ditë me një model ku aftësia, ideja dhe puna vlen më pak se njohjen. Lidhet afërsia me pushtet. Krijimi i agjencisë Startup Albania duhet ishte një derë hapur për këta të rinj që kishin një ide të re, një produkt teknologjik apo një projekt që mund të krijonte vende pune. Por listat e fituesve tregojnë se fondi startupeve rrezikon të jetë kthyer në një tjetër skem ku të njëjtët emra dhe të njëjtat kompani marrin para publike vit pas viti nga buxheti shqiptar. Madje biznesmen të afirmuar në treg aplikojnë dhe fitojnë startupe, ndërkohë që këto grante janë për kompani dhe individ që futen për herë të parë në treg. Krahasimi i listave nxjerr një seri fituesish të përsëritur. Disa kompani kanë marrë 2 herë fonde, disa kanë ndryshuar emrin e projektit, disa kanë kaluar nga validimi në zgjerim brenda një viti, ndërsa për të tjera nuk gjenden publikisht aplikacionet, përdoruesit apo rezultatet që duhet të justifikonin miliona lek financim. Kryeministri Edi Rama e paraqet rritjen e numrit të aplikimeve dhe të fondit si histori suksesi, por sa më shumë shtohen parat, aq më fort bëhet pyetja. Por kujt po u shkojnë ato? Me 28 korrik 2026, fondi shpërndar për startupet arriti rreth 535 milion lek. Nga krahasimi i listave rezulton se një pjesë e përfituesve kishin marrë financim edhe në thirrjet e mëparshme. Në disa raste përsëritet i njëjti person dhe e njëjta kompani, ndërsa ndryshon vetëm emërtimi i projektit, forma juridike ose faza me të cilën paraqitet aplikimi. Ndërkohë që mira të rinj konkurrojnë me idetë e tyre, fermerët u mbasin prodhimin, bizneset e vogla përballen me kostot e larta dhe profesionistët detyrohen të i financojnë vetë projektet. Miliona lek përfundojnë përsëri te kompani që e kanë përfituar më parë mbështetjen e shtetit. Për të kuptuar problemin, mjafton të shpjegojmë thjesht fazat e një startupi. Në fazën fillestare financohet ideja dhe prototipi. Në fazën e validimit duhet të provohet se produkti funksionon dhe se ka përdorues që e kërkojnë. Në fazën e zgjerimit, produkti duhet të jetë tashmë në treg, të ketë klient ose përdorues dhe të paraqesë një plan të qartë për rritjen e tij. Pra, faza e zgjerimit nuk jepet për një ide në letër, por për një biznes që ka çfarë të zgjerojë. Pyetja vjen, por si mund të financohet 2 herë e njëjta kompani, përsëri në fazën e zgjerimit? Një nga rastet konkrete lidhet me kompaninë Patoko, aplikacionin që lidh klientët me shërbime të transportit. Një model i ngjashëm taksie me Uberin. Kompania është administruar që nga themelimi nga Arpër Kadia, vllai i Besart Kadias, i cili ka mbajtur më parë detyrën e zëvendës ministrit. Prej korriku 2024, Besart Kadia është ambasadori i Shqipërisë në Azerbajxhan, ndërsa prej vitit 2025 ushtron edhe detyrën e ambasadorit jo rezident në Gjeorgji. Aplikacioni dhe kompania nuk janë krijuar në vitin 2026. Patoko është themeluar më 30 korrik 2022 dhe Arpër Kadia figuron administrator që nga dita e themelimit. Në vitin 2024, Arpër Kadia u shpall fitues me projektin MAS, me të njëjtën kompani dhe në fazën e zgjerimit. 2 vite më vonë, në vitin 2026, e njëjta kompani u shpall përsëri fituese, këtë herë me emërtimin Patoko, sërish në fazën e zgjerimit dhe me financim prej 8.28 milion lekësh. Shkurtimisht, Patoko është financuar një herë për të zgjeruar dhe pas 2 vitesh është financuar përsëri për të zgjeruar. Agjencia drejtuar nga Arjan Ymeri duhet të tregojë qartë çfarë financoi herën e parë Patoko, çfarë rezultatesh u arritën dhe çfarë zgjerimi të ri po paguhet përsëri për herë të dytë kjo kompani. Ministria përgjegjëse, në këtë rast e drejtuar nga Delina Ibrahimaj, duhet të shpjegojë gjithashtu si është trajtuar fakti që përfituesi është vllai një ish zëvendës ministrit ambasadori aktual të Shqipërisë në Azerbajxhan dhe Gjeorgji. Afërsia familjare me një zyrtar të lartë nuk provon vetveti konflikt interesi, por në këto kushte krijon perceptimin e favorizimit dhe kërkon transparencë për rastin fjalë. Nëse granti i vitit 2024 financoi zhvillimin dhe shtrihen e aplikacionit Patoko, komisioni duhet të shpjegojë cili është elementi i ri që justifikoi edhe 8.28 milion lekë të tjera në vitin 2026. A u zgjerua aplikacionin në një treg të ri, a hyri në qytete ose shtete të tjera, a shtoi një shërbim të ri. Pa këto përgjigje, ndryshimi i emrit nga MAS në Patoko duket më shumë si ndryshim etikete se sa si projekt i ri. Por Patoko nuk është rasti vetëm. Edhe komuniteti i Erion Çunit u financoi në vitin 2025 në fazën e validimit dhe në vitin 2026 kaloi në fazën e zgjerimit, duke marrë 7.43 milion lekë. Brenda një viti, i njëjti projekt dhe e njëjta kompani u paraqiten si një produkt i gatshëm për të ushtrirë në treg. Komisioni duhet të tregojë sa ndërtesa, administratorë dhe banorë përdorin platformën dhe çfarë të ardhurash kishte krijuar përpara grantit të dytë. Një tjetër rast është ai grekor Andonit. Në vitin 2025 ai mori 3.25 milion lekë për një projekt që lidhej me inteligjencën artificiale, dizajnin gjenerativ dhe prodhimin në industrinë automotive. Në vitin 2026 fitoi 10.62 milion lekë me grant kreativ i industrisë. Këtë herë në industrinë e transportit dhe në fazën e zgjerimit. Personi dhe nipti mbeten të njëjtët, ndërsa ndryshoi emri i projektit, industria dhe shuma, e cila u rrit më shumë se 3 fish. Edhe Action Bridge i Rio Sherit shfaqet në 2 thirrje. Në vitin 2025 ai fitoi si individ në fazën fillestare me rreth 1.35 milion lekë. Në vitin 2026 fitoi përsëri me të njëjtin emër projekti, por kësaj here përmes një shoqërie tregtare, duke marrë rreth 3.91 milion lekë në fazën e validimit. Produkti mbeti i njëjti, ndërsa ndryshon forma juridike dhe faza. Ky kalim mund të jetë normal vetëm nëse agjencia tregon çfarë u realizoi me grantin e parë, kur u krijua shoqëria, cila prova treguan se produkti funksionon
funksiononte dhe si u përdoren fondet e dy granteve. Një prej granteve më të larta të vitit 2026 ju dha edhe Pure Cycle SHPK me administratori Ilona Boçin, e cila përfitoi mbi 9.18 milion lek në fazën e zgjerimit. Ky financim kërkon transparencë të plot mbi pronarët përfitues, aktivitetin e mparshëm, produktin që po zgjerohet dhe rezultatet që justifikuan një prej shumave më të mëdha të fondit. Kjo e fundit është bashkëshortja Kristian Boçit, biznesmeni i cili është në hetim nga Prokuroria e Tiranës. Këto raste nuk provojnë automatikisht shkelje, por çdo kalim duhet të mbështetet me prova. Duhet të ketë aplikacion funksional, përdorues, klient, kontrata, të ardhura, rezultate dhe një ndarje të qartë mes shpenzimeve të grantit të parë dhe atyre të grantit të dytë. Përndryshe, fazat mbeten vetëm fjalë të shkruara në formular, ndërsa parat janë reale dhe dalin nga buxheti i shqiptarëve. Në një skem normale, përfituesi i një granti të mëparshëm duhet të jetë më i kontrolluari, jo më i privilegjuari. Përndryshe, me fondin e startupeve nuk shpërblet inovacioni, por rrezikon të prodhojë pseudo shkencëtar dhe pseudo biznesmen me para publike, që shfaqen si inovator sa herë hapet një thirrje e re për grant. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.